Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka reaguar pas raportimeve mediatike lidhur me një kallëzim penal të depozituar në Itali ndaj ish-drejtuesit të institucionit Altin Dumani, duke sqaruar kronologjinë e ngjarjeve dhe rrethanat procedurale të çështjes. Sipas njoftimit zyrtar, shtetasi Petrit Çela i është drejtuar drejtuesit të SPAK më 20 maj dhe 18 qershor 2026 me kërkesë për përjashtimin e prokurorit Altin Dumani nga procedimi penal numër 193 fraksion 2023, ku të pandehur janë Marius Lulaj dhe Mario Çela, familjar të tij. Në këtë procedim, Dumani ushtronte funksionin e prokurorit të çështjes. SPAK bën të ditur se baza e kësaj kërkese ishte kallëzimi penal i paraqitur nga Petrit Çela në Prokurorinë e Republikës pranë gjykatës së Veronës në Itali. Pas shqyrtimit të kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues, drejtuesi i SPAK vendosi më 19 qershor 2026 mospranimin e saj, duke e cilësuar të pambështetur në ligj dhe në prova. Sipas dokumentacionit të administruar në Prokurorinë e Veronës është regjistruar procedimi penal për veprën penale të shpifjes të parashikuar nga neni 368 i Kodit Penal Italian mbi bazën e kallëzimit të Petrit Çelës ndaj Altin Dumanit. SPAK sqaron se Prokuroria e Veronës pas shqyrtimit të fakteve ka paraqitur më 21 prill 2026 kërkesë për arkivimin e procedimit penal e depozituar më 14 maj 2026. Ndaj kësaj kërkese, Petrit Çela ka paraqitur kundërshtim, çka ka çuar në caktimin e një seance pranë gjykatës së Veronës. Në reagimin e saj, Prokuroria e posaçme thekson se elementi i vetëm që lidh Altin Dumanin me bashkëpunimin ndërkombëtar në këtë çështje është nënshkrimi në cilësinë e drejtuesit të SPAK i një shkrese institucionale më 11 korrik 2024 dhe i marrëveshjes për krimin e një skuadre të përbashkët hetimore më 26 gusht 2024 nisme ndërmarr nga autoritetet italiane në kuadër të procedimit penal numër 10792 fraksion 2023. Sipas SPAK, Dumani nuk ka qenë pjesë e grupit hetimor në procedimet penale të zhvilluara në Itali dhe në Shqipëri, nuk ka kryer veprime hetimore apo procedurale në këtë çështje dhe është njohur me ekzistencën e procedimit penal në Itali vetëm në muajin maj 2026, pasi Prokuroria italiane kishte kërkuar tashmë arkivimin e çështjes. Në përfundim, SPAK vlerëson se nga kronologjia e ngjarjeve rezulton një lidhje mes kallëzimit të paraqitur në Itali dhe interesit të drejtpërdrejt familjar të Petrit Çelës në procedimin penal, duke shtuar se vetë kallëzimi është përdorur si bazë procedurale për kërkesën e përjashtimit të prokurorit të çështjes.